dhe shumë mundësi. A i dini ju që sot të dashur pensionistë e pensionistë, gjithë ju, ilaçet që merrin në mënyrë absolute janë pa efekt, po. Nuk ishin kur kështu. Pse nuk ishin? Se fare thjesht. Sepse bëm ligjin, i cili thoshte, asnjë ilaç nuk tregtohet në Shqipëri në qoftë se nuk ka marrë autorizimin e entit europian të ilaçeve ose të entit amerikan të ilaçeve. Një. Jo vetëm kaq. Asnjë ilaç nuk futet në territorin e Shqipërisë në qoftë se nuk tregtohet, jo në një, por në 2 vende të Bashkimit Evropian. Dhe ilaçet mund të ishin pak më shtrejt, pa jo zgjidhet, asnjë vështirësi, me kompensime dhe rrugë tjera. Por ama ilaçin e mirë ilaç dhe tipi efektit, kurse sot me ilaç s'tep efekt. Kurse sot ky që fliste një nën thoshte kanë qu flet arrest një nën me 2 fëmijë dhe me kancer. Ky shpirtkaz që len me 10-ra, me 100-ra gra dhe vajza pa me forma të ndryshme edhe të fëmijë dhe të rritur pa ilaçe. Ky len pa ilaçe. Ju i keni dëgjuar kronikat për spitalin onkologjik. S'ka qenë kur kjo. Po pse s'ka qenë kur? Sepse kompanit që prodhojnë ilaçet ishin në Tiranë. Se ishin aty. Kurse ky i len pa ilaçe. I len pa aparate. Dhe tani, unë sigurisht ndjen keqardhje dhe për atë nën me 2 fëmijë, po ky s'ndjen keqardhje për qindra nëna dhe motra dhe vajza që mbeten 3 vjet pa brakiterapi, që e kanë jetike. Pra, ju garantoj se ne do bëjmë gjithçka për një ndryshim rregjistor të shpejt. Do bëjmë gjithçka që të rritë të mbeten në Shqipëri, të ndërtojnë ëndrrën, të punësohen, të kenë kredi për të ble apartamentit, do kenë kredi për ngritur bizneset. Ne rikthym në vitin 2009-2013. Mos e ndigjoni këta mashtrus që u thonë e mo çmeri me ato të shkuara. Ato të shkuara janë trashëgimia jonë. Dhe ne bëm në 8 vite. Bëm në 8 vite. 8 herë më shumë se që kanë bërë këta në 12 vite. Dhe do bëjmë. Po. Pse? Sepse ne nuk pranonim kur të mbronim hajdut. Për kundrazi, miq, 630 punojës brenda 2 viteve janë përballë me ligjin për korupcion. Kurse ky ka 3 muaj që s'bën gjë tjetër, mashtron shqiptar dhe mbron ministrat e tij hajdut. E thatë ju, me bukë në vete, po, edhe aty do shkojmë, por ne nuk i ndahemi këti. Jo, ne kemi betejnë finale këte. Absolutisht do da fitoj. Ky ka te i kalur, ky vendin e ka atje për krimet që ka krye. Edhe do e qojmë ne aty. Nuk shpton ky as me ligje, as me pa ligje. Kështu që do vazhdojmë betejnë tonë gjën fitore. Faleminderit. Po. Zotria atje, kalojmë çik mikrofon. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirë se ka ardhur profesor Dr. Sali Berisha në Kruj.
në këtë ditë historike, për gjithë kombin shqiptar, Kosova sot ka fest, për ka fest gjithë kombi. Ne do të dim, jo të gjithë e din, atë që liroj Gandhi i Ballkanit dhe Sali Berisha. Sepse gjithë të ushtarët e QK-s, komandantat janë përgatitur në Shqipëri, në Zallher dhe në Mamurras, të cilët kanë luftu, kanë ndonë shpirtin, para mo përgatitjen e morën nga profesorët dhe arritën. Po kjo është forca edhe shpirti i Sali Berishës i cili e krijoi. Sikur ata thonë sot, Edi Rama thotë, jo, më thot, Kosova thotë të çlirojnë ata. Edhe shkarrim me Vučićin, edhe sha kryeministin e Kosovës, sha shqiptar dhe bëhet mik me ata. Shkoi paguajti parat për shpall profesor doktor Sali Berishën në Ngrada. Ai duhet shpall në Ngrada këtu nga populli shqiptar. Sepse po përgatit ligjin që ne do të vjedhim sa dush, do të bëjmë çat dush dhe ne nuk kash na po kërkush se kemi votat. Pra ata vjedhin për të bërë votat dhe shpërndajnë parat për të marrë pushtetin. Ju bëni çat doni, ne të bëjmë çat duam. Kjo është fatkeqësi e madhe. Prandaj që ne duhet ta shpallim nëse arrit miratoj ligjin që do të vjedhin sa duan dhe ne s'kemi ç'i bëjmë, ne duhet ta shpallim në Ngrada dhe do të rrim jo me bukë, po edhe me gur aty. Jo gjithë çka demokratike, por edhe çik socialiste ne, sepse do të marrim çikën nga ata, sepse ata ç'a bëjnë? Ata shpiken vran 4 vet madje më shesh, edhe shpiken thanë që vrau Sali Berisha. Sali Berisha është pushtet, nuk ishte pse vritë Sali Berisha. Por ata për shpik, për sa ju ja bonte Edi Rama me dorë, aty në agrën malet me shok, që vje puna, sot shkon parlament deputet, shkoj kryetar bashkie, heon për Tom Qef, u bote deputet. Ne u na udoj shpirti për kalamajt, na kanë hik fëmijët, na ka hik truni, na ka hik zemra, i bom me shkollë, edhe ai na i përzuni, na i largoi nga Shqipëria, për të ne të vetë me ne. Ne jemi, ai thot që doni Berishën së është i vjetër. Berisha është 35 vjetë, sa gjithë ne, se me nga ka 35 vjetë kemi kriju Partinë Demokratike, 36 vjetë. Berisha është shumë i ri, shumë i fort. Edi Rama të sheka zonë gjumi, kurse Sali Berisha të bëhet takim me poplit. Pra ne që ne duhet t'i falim Zotit dhe mund për na ka dhënë një doktor, por i qik humanitar, i qik falës. Nuk do t'i eshe shumë doktor. Sepse ne ke doktori që e fëmin, kurse ke kasapi që e mvicin për të therë. Ajo është kasap, nuk është doktor. Thonë të jo, po, ju keni drejtu dhe me ashtu, me sportist. Për qëra është ky? Ky kryeministë të mu bo me drejtu. U vjen puna, unë kam shumë zjona për thonë, por kryesori është që ne do të mblidhemi të gjithë, të bëjmë thirrje të gjithë atyre që na kanë ngel, se ne jemi bosi vlezën, si gjithë do mund të shku në përmitigje të ka 35 vjetë, se në 4 vjetë për shtetë kina drejtu, me thonë drejtën. 2005-2009, që kina drejtu për shtetë. Dhe kina bo punë sa që nuk ka bo këta, sy ka kryu Partia Komuniste.